90 dhjetori i lindjes së gjuhëtarit të njohur Bari Beci rikthe në vëmendje figurën dhe kontributin e tij në studimet për gjuhën shqipe, i vlerësuar si një nga emrat më të rëndësishëm të albanologjisë, profesor dhe njohës të veprës së tij, mes tyre Erzen Koperaj dhe Zamira Shkreli, sillin në vëmendje jo vetëm dimensionin e tij si gjuhëtar, por edhe tiparet njerëzore që e karakterizuan. Profesor Bari Beci është një prej figurave të quaja elitare tashmë të gjuhësisë shqiptare. Mbetet një prej shembujve, jo vetëm në ato çfarë ka dhënë, por edhe në metodën, edhe në sistemimin e dijes. Do të etiketoja dy vepra. Studimet në fushën e fonetikës për dialektin veriperëndimor të Shqipës, pra që lidhet me të folmen e Shkodrës, dhe trajtimi i gegrishës veriperëndimore jo më si një pjesë e Shqipës, por duke trajtuar mirëfilli edhe jashtë kufive shqiptarë. Unë do ta përkufizoja deri diku një prej studiuesve më sistematik dhe padyshim me një lidhje shumë, me një ndjeshmëri shumë të madhe për Shqipën. Shkodra për të ishte emocion, ishte dashuri, ishte dëshirë për qenë mes njerëzish. Ishte vetë e folmja e Shkodrës që e frymëzoi gjithë jetën dhe besoj kjo është një pasuri. Një pasuri që ai la pas dhe na bën krenar të gjithëve ne, brezave që na trashëgoi dhe na e la porosi, ju lutem, çoni para punën time. Ju lutem, më ndiqni në atë që unë mundova të sjell mes jush, të folmen e Shkodrës, ju lutem, dialektin geg, çone përpara, ashtu sikurse ajo ka filluar të duket, të shfaqet në gjuhësinë shqiptare. Bari Beci mbetet një nga figurat më të spikatura të albanologjisë shqiptare. Veprat dhe studimet e tij vijojnë të jenë referencë për botën akademike, ndërsa kujtimi për të ruhet përmes trashëgimisë që ai la gjuhës dhe kulturës shqiptare.